The Albanian American Development Foundation is very happy and proud to support the Drilon Tushemisht project. It is one of the many projects we have supported and developed all over Albania, and this one was particular because it was in a special area, it was the first one in the ecosystem community, and it developed a region which was in a dire need for a new approach, a sustainable one that would give the businesses and the community and the region a completely new approach and outlook. Generally, in landscape projects, inspiration comes from the site itself, meaning that there is not a model, a pre-concept model that we try to put into places. In this case, this was precisely what happened, with the feeling that beauty, the layer of beauty, was extraordinary and was hiding below a very heavy layer of abandonment. And it was a tricky thing to be able to balance what should be seen of new design, what should be hidden as new things. Është ndërhyrë për të vendosur një ekuilibër më të drejtë midis natyrës dhe njeriu. Pra do të jetë një gjë mrekullueshme këtu kur njerëzit dhe kafshët, shpendët e ujit të mund të bashkëjetojnë pa patur frikë se nga njëri tjetri. Përkundrazi, kjo lloj fryme bashkëveprimi krijon nga ana tjetër edhe një shkollë të madhe edukimi për brezat e rinj për të kuptuar se si duhet të ndreqim atë që kemi humbur në qindra po mijëra vjet, raportet e shëndetshme midis njeriut dhe natyrës. Çfarë më bëri përshtypje tjetër është përpjekja e madhe që po bëhet për zvogëlimin e eutrofikimit të ujrave. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që uji është dinamika, pra uji është historia e të gjithë Pogradecit, e të gjitha zonave që rrethojnë liçenin. We are clearly helping the local populations, the local communities of creatures with whom we are sharing our space, our world. We are really helping them to have a healthier place to live. Në përgjithësi, pas ndërhyrjeve, edhe për punonjësit e tjerë të gjithë, ka qenë shumë e thjeshtë edhe pastrimi dhe heqja e të gjithë mbetjeve në këtë park, plus edhe uji nuk mban më për shkak të ndërhyrjes si ka ndodhur në shtresat nëntokësore, dhe gjithçka akoma më e përsosur. Është si nata me ditë çfarë ka ndodhur më përpara. Tani që kur është bërë restaurimi i parkut, është pastruar uji, janë bërë urat edhe në burimin ai kanë pastruar rrugën. Kemi më shumë mundësi për xhiro me varg, domethënë. Parku më përpara nuk ka qenë kaq i mirë organizuar sa ç'është sot. Dhe kjo krijon një hapësirë tjetër, më të mirë për të vizituar klientët dhe për të kaluar kohën, sepse janë ndërtuar urat lise, është rregulluar parku, janë restauruar rrugët dhe është bërë një rehabilitim i plot. Tashmë ka një pikë informacioni për turistët, ku gjithkush edhe nëse vijnë privatisht pa ture të organizuara mund të gjejnë informacionet çfarë mund të bëjnë rreth e përqark, dhe kjo mendoj që është gjëja më e mirë që ne mund t'i ofrojmë vendit tonë. Mendoj që investimi është një investim i mençur, është një investim elegant, por njëkohësisht edhe funksional, i cili rrit vlerat habitatit natyror dhe nuk e kufizon vlerën e tij. Urat mendoj që janë një nga highlightet e këtij parku në të prezantim të ri të tij, sepse mundësojnë komunikimin midis zonave dhe ky komunikim midis zonave rrit fleksibilitetin e udhëtarit, e vizitorit. Është do thoja unë pasazhi më i madh pedonal që mund të kemi në gjithë rajonin Ohër, Prespë dhe Mëtutje. Pra, këtu mund të ecësh për gati orë duke bërë le të themi këto pasarelat e gjata që ofrohen sot në këtë lloj pesazhi. Kemi parë këtë projekt bashkë me gjithë specialistët edhe me ekspertët më të mirë që janë të vendit dhe të huaj, dhe e konsiderojmë një nga projektet më të mira që është zhvilluar në Pogradec, po edhe në gjithë Shqipërinë. At the foundation, we are aware and we are also convinced that this is only the beginning of many more projects to come all over the country of a similar nature to discover, to enjoy and to cherish. This model will be a cornerstone in such development in the future.